Gramshi, një qytet i vogël në qarkun e Elbasanit me një relief të thyer dhe bukurinë natyrore të veçanta, ofron kushte të favorshme për zhvillimin e turizmit dhe ekonomisë. Megjithatë, mungesa e investimeve në hapësirat rinore dhe mundësitë e pakta për punësim po i detyrojnë të rinjtë të braktisin qytetin. Të rinjtë në Gramsh përballen me një mungesë të theksuar të aktiviteteve gjithëpërfshirëse. Terrenet sportive janë të dëmtuara, duke mos ofruar hapësira për zhvillimin e aktiviteteve fizike dhe sociale. Pallati i Kulturës, një nga objektet më të rëndësishme për jetën artistike dhe kulturore të qytetit, është lënë në harres, po kështu qendra rinore e qytetit me dritare të dëmtuara dhe lagështi që arrin deri në tavan nuk përmbush kushtet minimale për angazhimin e të rinjve. Për banorët, Gramshi ofron shumë pak mundësi angazhimi për të rinjt, të cilët zgjedhin ta braktisin qytetin me mbarimin e shkollës. Po, shokët ka lekur atë stat shkollave ka ngelur. Asgjë, po të gjë ka marrur. Emigrimi dhe migrimi i brendshëm ka ndikuar ndjeshëm në uljen e numrit të rinjve për shkak të mungesës së mundësive. Gevjo Tabaku, një juri aktivist nga Gramshi, thotë se kjo vjen si pasojë e mungesës së investimeve dhe politikave të gabuara. Rrethet e vogla nuk kanë ndonjë mundësi konkrete. Edhe në Gramsh, do të thënë, ka mungesë të kësaj gjëje, po flasim tani që jemi në 2025, po themi. Po si në çdo qytet tjetër të vogël ka një rrjedhje të popullsisë, ajo trendi migrator është patjetër tek Tirana, do të thënë nga rrethet shkojnë në Tiranë, po ka edhe pastaj që ikin fare nga vendi dhe kjo është shumë problematike. Ne shohim çdo vit se sa ulet numri i nxënësve në arsimin parauniversitar. Nuk e di, politikat e gabuara ndoshta duhet kishte pak më shumë investim për të rinjt që edhe ata të ndjejnë se përkasin këtu, po dhe të zhvillohen dhe të trajnohen dhe të kenë një arsim cilësor. Anti Cani, specialist për rinj në Bashkinë Gramsh, shprehet se me anë të Këshillit Rinor po punohet për aktivizimin e të rinjve. Ne kemi ngritur një këshill rinor vendor, i cili është një organ këshillimor pranë kryetarit bashkisë. Ne bashkëpunojmë me organizata si New Vision apo Angry Aid, edhe kemi zhvilluar edhe trajnime për të rinjt për guida turistike. Por ndërkohë, një prej aktivistëve të Këshillit Rinor Vendor Gramsh thotë se ky i fundit nuk funksionon siç duhet. Sugjeroja që të kishte një këshill rinor funksional, për shembull, sepse është gjimnazi kryesor që ka shumë të rinj të cilët patjetër po të prezantohen me këtë gjën, siç ka qenë brezi im kur kam qenë unë maturant, për shembull. Ne na u prezantua kjo gjë aktivizmi dhe ne u bëm pjesë e Këshillit Rinor, ne e ngritëm, e formuam, po ai nuk vazhdoi më. Sipas të dhënave të censusit të vitit 2023, Bashkia Gramsh numëron 16.533 banor, ose 7.698 më pak, krahasuar me të dhënat e vitit 2011.